Në ditët më të vështira të Kosovës, kur qindra ushtarë të UÇK-s u betuan deri në shqirim, zemra Hasit u bë stre për ata që dhanë gjithçka pa hezituar për trojet shqiptare. E në këtë shpirt sakrifice u nda edhe emri i Sanie Geci Rexha, ku qindra qytetar u mbledhën në bashkinë e Krumës në Has për ta nderuarat, duke e shpallur zyrtarisht qytetaren deri. Ndër të shumë të ftuar, fjalë rasti mbajti kryetari i Bashkisë së Krumës, Miftar Dauti, me fjalë të ngrohta kujtoi veprën dhe sakrificën e saj gjatë luftës. Fjalë emocionuese, por edhe krenari e pati edhe bashkëudhëtarja e saj në front, Raimonda Maleçka. Ajo kujtoi me respekt periudhën kur ishin krah për krah në vijën e parë. Për Sanien foli edhe Sokol Poga, kryetari i organizatës së UÇK-s në Shqipëri. Edhe vetë Sanie Rexha me plot krenari dhe emocion foli për këtë nderim nga Kruma e Hasit. Qofti përjetshëm kujtimi dhe lavdia për shtrimtarët e Kosovës. Lavdi. Sot është një ditë e veçantë ku Bashkia Has dhe Këshilli Bashkiak nderojnë me titullin më të lartë qytetar nderi zonjën Sanie Geci Rexha. Është personi i parë që në administrimin tim si kryetar bashkie dhe të Këshillit Bashkiak shpallim qytetarën nderi të Hasit, zonjën Sanie Geci Rexha. Duke u nisur nga një ftesë që na erdhi nga organizata UÇK-s e Shqipërisë, që duhet të falenderoj përzemërsisht Këshillin Bashkiak, që në mënyrë unanime të gjithë anëtarët e Këshillit e pranuan këtë kërkesë dhe unanimisht e votuan që zonja Sanie të jetë qytetare nderi e Bashkisë Has. Sigurisht që për këtë ditë kemi luftuar gjithë, sepse tashmë e dim që lufta UÇK-s, të gjitha vuajtjet dhe sakrificat që ka përjetuar kombi shqiptar, si janë dhe kufirit dhe këtej, Hasi ka qenë një ndër portat kryesore të lëvizjes së prirësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, furnizimit me armë dhe dhënës jetëve. Për këtë ditë që sot jemi bashkë, të hasionëve tonë këtej kufirit dhe andaj kufirit. Edhe njëherë, dua që të them zonjës Sanie ta mbash me nder titullin që t'jepet nga Këshilli Bashkiak i Hasit dhe familjes Geci, po të njëjtën gjalla ja uroj. Faleminderit dhe sukses. Kam nderin të ftoj bashkëpunëtaren e zonjës Sanie Geci Rexha, Raimonda Maleçka. Të nderuar familjar të dëshmorëve, e nderuar edhe shumë motra ime Sanie Geci. Me shumë respekt dhe emocion jam sot këtu, për të shprehur mirënjohjen time për një moment të veçantë dhe të merituar. Është një nder i madh të jesh pjesë e një vlerësimi që i kushtohet një gruaje me vlera të rralla, një gruaje që ka jetuar me dinjitet për kushtim dhe sakrificë. Sanie Geci është një emër që lidhet me forcën, qëndresën dhe kujtesën e një kohe të vështirë, por edhe me dashurinë për familjen, për njerëzit dhe për vlerat njerëzore. Ajo është një grua që nuk ka kërkuar kurrë lavdi, por jeta dhe rruga e saj kanë folur vetë. Sot titulli qytetare nderi është një shenjë mirënjohje për një jetë të tërë, të ndërtuar me sakrifica, me durim dhe me një zemër të madhe. Është një nderim jo vetëm për atë që ka qenë pranë një historie të rëndësishme, por edhe për gruan që sot ne kemi mes nesh, Sanie Geci, për forcën dhe qëndrueshmërinë e saj. Me shumë respekt kujtoj edhe takimin tim me Sanie në vitin 1993, gjatë atyre viteve të veçanta,
kur shumë njerëz nga Kosova kalonin në sprova të mëdha dhe kërkoi guxim, besim dhe përkushtim. Që atëherë më ka mentur në kujtesë një grua e qetë, e pjekur dhe me një karakter të fortë. Sot i uroj Sania Gecit shëndet, paqe dhe shumë vite të lumtura pranë familjes së saj. Ky vletërsim le të jetë një falënderim i merituar për gjithçka që ka përfaqësuar dhe për gjithçka që ka dhënë. Urim me titullin qytetare nderi, me respekt dhe mirënjohje. Sokol Poga është kryetar i organizatës SUÇK-s për Shqipërinë. Kam nderin të lexoj përshëndetjen e tij. I nderuar kryetar i Bashkisë Has zoti Miftar Dauti, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, e nderuara mikesha ime Sania, e familjarët e saj, të nderuar të pranishëm. Vendimi për shpalljen qytetare nderet e Hasit për Sania Rexhen është një vendim sa i drejtë aq dhe domethënës. Është i drejtë sepse kujdesi dhe përkushtimi që ajo ka treguar për veteranët e Hasit, por edhe më gjërë, është për të vlerësuar dhe meriton mirënjohje. Nuk krahasohet me asnjë subjekt apo institucion tjetër në Kosovë. Devotshmëria që ajo ka treguar për zgjedhjen e problemeve të veteranëve tonë. Është domethënës për shkak se bashkëshorti i Sanies, heroi i Kosovës, Abedin Rajxha Sandokani, që në maj të vitit 1997 provoi bukën dhe barutin e Hasit. Për atë që nuk e di, ai ishte me grupin e Femi Ladrovcit, kur ra në kufi Luan Haredinaj në 6 maj 1997, të qafa mullarëve mbi Vlahen. Sandokani, nga vojniku i Drënicës, bën pjesë të luftëtarët e parë e një nga motrimet që u ndesh me kriminalit serb, dhe rasti hero me 8 tetor 1998. Pra dhe ne ndihemi të nderuar që të pranojmë si hasianën tonë bashkëshortin e tij, heroi të Kosovës, që nuk i pa njohur për Hasin, por sigurisht bazuar fort në konsideratin e lartë dhe vlerat e veta të nominues Sania Rexha. Gjithashtu një luftëtare e lirisë. Urime, ta mbani me nder titullin qytetare nderi e Hasit. Kryetari i OFL UÇK në Shqipëri, Sokol Poga. Faleminderit. Ftoj kryetarin e Këshillit Bashkiak, Isuf Sëfollin, për të dhënë titullin e lartë qytetar nderi. Me respekt dhe prenari ju prezantojmë qytetarin e nderit zonjën Sania Rexha. Knajësia e jemi as bashkë me të jemi, është e pa përshkruar. Knajësia jonë në përgjithësi totalisht bashkë është e pa përshkruar për këtë eveniment kaq të rëndësishëm të shpallin qytetar nderi zonjën Sania Rexha për kontributin e madh që ka dhënë gjatë luftës, njëkohësisht duke mos e lënë në arrest edhe kontributin e madh që ka dhënë në bandat e timit të Hasit. Atëherë ju uroj zonjën Sania Rexha ta mbaj me nder këtë kontribut, me nder dhe me faqe të bardhë. Shumë. Ne da ajo I nderuari kryetari i Bashkisë së Hasit, zoti Miftar Dauti, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të dashura familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranë dhe të pranishëm. Sot qëndroj para jush me ndjenja të thella me njohje, respekti dhe emocioni për nderin e madh që më bëni, duke më vlerësuar me titullin e lartë qytetare nderi e Bashkisë së Hasit.
Falenderoj nga zemra kryetarin e bashkisë, Këshillin Bashkiak dhe të gjithë qytetarët e Hasit për këtë vlerësim. Përmes këtij nderimi, ju nuk vlerësoni vetëm kontributin tim, por edhe sakrificën e dëshmorëve të kombit, luftën e drejtë shqiptare dhe lavdinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky qast me rikthen në kujdesin ngjarjet e rëndësishme të luftës sonë për liri, me 6 maj 1997, në qafën e mullarëve në vlahën të Hasit, bashkëshorti im, luftetari i orëve të para të UÇK-s Abedin Rexha Sandukani, së bashku me Fehmi Lladrovsin e Ilas Kodrën, tani të 3 heronjtë të Adhejut dhe shumë luftetarë të tjerë, morën pjesë në një nga betejat e para sulmuese kundër forcave pushtuese serbe. Në atë betejë heroike ra dëshmor Luan Haradinaj, duke u bërë simboli përjetësisë për çlirim dhe bashkim kombëtar. Aq sa ndjem krenare që jam shqiptare, në atë masë ndjej përmburje që vijnë nga një familje me tradita të larta adhëtare heroike, e cila në shumë breza ishte në shërbim të çështjes kombëtare, po aq krenare që u bëra pjesë e familjes heroike të Abedin Rexhës, ku gjeta të njëjtën ideal, çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Prandaj, me këtë vlerësim, ju nderoni edhe këto 2 familje që ja kushtuan jetën çështjes kombëtare. Si bashkëshorte e heroit Abedin Rexha Sandukani, si motër e heroit Nuhi Geci dhe si motër e invalidët e parë të UÇK-s Sabit Geci, këtë titull e përjetoj jo vetëm si nder, por edhe si përgjegjësi për të ruajtur dhe përcjellur këtë trashëgimi të çmuar. Një falënderim të veçantë u abej edhe bashkëluftëtarëve të Hasit, kësaj krahine të shtetit të mamë Shqipërisë, për ato vite me të vështira e aqëllo të lavdishme, ku Hasi u dëshmua si vatër e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku çdo familje dhe qytetar madhor, dikush me armë, kush me sreje, dikush me bukë, u vunë në shërbim të luftës për çlirimin dhe bashkimin kombëtar. Jam veçanërisht të nderuar që këtë titull e pranoj nga kryetari i bashkisë Miftar Dauti, pasardhës si një familje të njohur adhëtare, e cila strehoi dhe mbrojtej heroinën tonë kombëtare, Shot Galica, në vitet më të vështira të jetës së saj. Kjo jep këtij vlerësimi një domethënie dhe më të veçantë, duke i shtuar forcë, guxim dhe peshë historike. Duke ju falendëruar edhe një herë për këtë nderim të lartë, ju siguroj se ky vlerësim do të mbetet ndër më të çmuarit e jetës time. Ky do të jetë frymëzim dhe përgjegjësi për të vazhduar rrugën e idealeve për të cilat u sakrifikuan heronjët tanë. Me nderimin me të thellë për uljen para komandantit legjendar Adem Jasharit, dëshmorëve të kombit, invalidëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të gjithë bashkëluftëtarëve, sakrifica të cilëve është themeli i lirisë që ne sot gëzojmë dhe udhëheqës për brezat që vijnë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit, ju faleminderit nga zemra.